Në ujërat e gjëra dhe të paparashikueshme të pajësorit, një peshkatar i përullur Filipinas i quajtur Miguel Rodriguez pëllundronte me varkën e tij të vogël përmes një zinxhiri të largët tishush kur vuri re diçka që nuk i përkiste aty. Në rërën e bardhë të një bregu të shkret, një kuti kolosale metalike e mbuluar me ndryshk vezullonte në diellin tropikal. Ishte një kontenier transporti me madhësi të plotë. Një fantazmë e tregtisë globale nxjerr në breg në një vend që koha dukej se e kishte harruar. I shtyr nga kurioziteti, ai vendosi të hetonte. Ai nuk kishte ide se ky monolit i çuditshëm metalik mbante një sekret, një thesar aromatik që vetëm do ta nxirrte familjen e tij nga një jetë varfërie, por do të ndryshonte fatin e të gjithë fshatit të tij. Përpara se të fillojmë historinë tonë, shtypni butonin like, sigurohuni që të jeni abonuar dhe klikoni zilën e njoftimeve në mënyrë që të mos humbisni asnjë nga historitë tona të reja të jashtëzakonshme. Për të kuptuar botën e Miguel Rodriguez, së pari duhet të kuptoni jetën e një peshkatari të vogël në ishujt e largët të Filipineve. Është një jetë me vështirësi të thella, traditë dhe varësi absolute nga deti. Por breza burra si Migueli kanë dalë në agim me varkat e tyre të vogla prej druri me stabilizator anësor të quajtur bankas për t'i bërë ballë oqeanit të hapur. Jetesa e tyre është një lloj fatje e përditshme kundër elementeve. Një luftë për të kapur mjaft peshk, për të ushqyer familjet e tyre dhe për të pasur pak për të shitur në tregun lokal. Ata jetojnë në fshatra të vegjël të lidhur ngushtë, shpesh pa energji elektrike të besueshme nga lehtësira moderne. Jeta e tyre qeveriset nga ritmi i baticave dhe ndryshimi i stinëve. Por ka një ritëm tjetër, më të dhunshëm, që përcakton ekzistencën e tyre: sezoni i tajfunëve. Filipinet ndodhen në zemër të rrugës së tajfunëve, pellgu më aktiv i cikloneve tropikal në tokë. Çdo vit këto stuhi të mëdha rrotulluese të lindura në ujërat e ngrohtë të paqësorit përfshin arkipelagun me forcë të tmerrshme. Ato sjellin shira rrëqethëse dhe erëra katastrofike që mund të rrafshojnë fshatra të tërë dhe të krijojnë dallg stuhish që shpërlajnë gjithçka. Për peshkatarët, një tajfun është një ngjarje jeta-vdekje që mund të shkatërrojë varkat, shtëpitë dhe gjithë jetesën e tyre brenda pak orësh. Por këto stuhi kanë dhe një pasojë tjetër të paqëllimshme. Ato janë një nga arsyet kryesore pse mijëra kontenier transporti humbasin në det çdo vit. Çdo ditë, oqeanët e botës përshkohen nga një flotë anijesh masive me kontenier, kuaj pune të ekonomisë globale që transportojnë gjithçka, nga makinat te të korrat e kafes, kur njëra prej këtyre anijeve ndesh valët kolosale dhe erat e dhunshme të një tajfuni të madh, pirqet e kontenierëve mund të shkëputen. Mira nga këto kuti çeliku 40 metra lahen mbi bord në oqean çdo vit. Disa fundosen me një herë, por shumë, në varësi të përmbajtjes së tyre dhe sa mirë janë të mbyllura, mund të notojnë për javë ose dhe muaj, duke lëvizur për qindra milje në rrymat e oqeanit. Ato janë fantazma metalike të heshtura, një nënprodukt i fshehur dhe i rrezikshëm i botës sonë moderne. Përfundimisht, ose fundosen në fund të detit, ose në raste shumë të rralla dalin në breg, në një breg të largët dhe të vëtmuar, tamam si ai që sapo kishte gjetur Miguel. Në atë ditë, Miguel po peshkonte në një pjesë të largët të pabanuar të zinxhirit të ishujve, një vend që peshkatarët vendas zakonisht e shmangin për shkak të shkëmbimeve në ujor të tij të rrezikshëm. Por vendet e tij të zakonshme të peshkimit kishin qenë të pakta dhe ai ishte i dëshpëruar për një kapje të mirë për të siguruar familjen. Ndërsa drejtonte varkën e tij të vogël rreth një dalje shkëmbore, ai e pa. Forma masive drejt këndëshe ishte befasuese kundrejt bregut të pacënuar. Ai drejtoi me kujdes varkën e tij në breg. Mendimet i vërshonin. Kishte dëgjuar histori dhe legjenda nga peshkatar të tjerë për gjëra të çuditshme që dilnin në breg pas stuhive të mëdha, por nuk ishte parë kurrë diçka si kjo. Konteneri ishte një bish kolosale e mbuluar me ndryshk, gjysmë e zhytur në rër, aty ku e kishte lënë batica. Ishte mbuluar me guas kadeti dhe alga të thara, një shenjë qartë se kishte qenë në oqean për një kohë shumë të gjatë. Ai rrethoi kutinë e madhe metalike duke kërkuar ndonjë logo, numër ose shenjë që mund të jepte një të dhënë për origjinën ose për mbajtjen e saj. Por vitet e ekspozimit ndaj ujit të kripur, gërryes dhe dielli djegës kishin fshirë çdo identifikim,
duke lënë vetëm një kanavaç uniform ndryshku. Dyert e rënda të kontenerit ishin mbyllur fort, të siguruara me një drymë të madh të ndryshkur. Miguel nuk ishte njeri i pasur. Mendime se çfarë mund të ishte brenda, elektronik me vlerë, makineri apo mallra të tjera ishte një mundësi joshëse. Një zbulim i tillë mund të ndryshonte jetën e një peshkatari të varfër. Ai duhet të dinte se çfarë kishte brenda. Ai u kthye te varka e tij dhe mori të vetmin mjet që kishte, manchetën e tij të rëndë të mpret, të cilën e përdorte për prerjen e litarëve dhe zorrën e peshkut dhe një gur të madh të rënd nga plazhi. Për orën e ardhshme, nën vapën intesive të diellit tropikal, ai goditi pa pushim drynin e ndryshkur. Metali ishte i trashë dhe dryni rezistoi. Më në fund, me një kërcitje të fortë dhe të thekshme, që i bëri jehon plazhit të qetë, metali ndryshkur i prangës së drynit u lëshua. Dryni ra në rër. Me zemrën që i rrinte në gjoks, Miguel vuri gjithë peshën e tij për të hapur dyert të rënda. Ato u hapën duke zbuluar kuti kartoni të mëdha, anonime, të njollosura nga ujë, të grumbulluara deri në tavan. Ai nuk kishte ide se çfarë do të gjente, por kapitulli i parë i misterit tani ishte hapur. Ai mori manchetën e tij dhe përdori majën e saj për të hapur kartonin e lagësh të kutisë më të afërt. Kartoni u shqye duke zbuluar një qese plastike të trashë të mbyllur fort brenda dhe përmes plastikës së qartë ai mund të shinte përmbajtjen. Nuk ishte ushqim i prishur apo mallra industrial. Ishin mira bishtaja të gjata, të errëta vajore. Ai sapo kishte gjetur një kontener të mbushur me mira bishtaja vanilje të ruajtura në mënyrë të përkryer. Zhgënjimi i tij fillestar u zëvendësua nga një val hapie. Edhe një peshkatar i përulur në Filipine dinte se vanilja ishte jashtëzakonisht e vlefshme. Ai nuk ishte gjetur ngarkesë të pavlefshme, ai kishte gjetur një ark thesari aromatike lundruese. Për të kuptuar pse ky zbulim ishte kaq të ndryshues, duhet të kuptoni historinë e vet vaniljes. Është erëza e dytë më e shtrenjtë në botë pas shafranit dhe me arsye të mirë. Vanilja nuk rritet lehtë. Ajo vjen nga një specie specifike orkideje, Vanilla planifolia, e cila është shumë e vështirë për të kultivuar. Orkideja e vaniljes është një hardhi kacavarëse dhe lulet e saj të bukura të verdha, të gjelbërta, janë jashtëzakonisht delikate. Çdo lule hapet vetëm për një ditë dhe në shumicën e pjesëve të botës ajo duhet të polenizohet me dorë në një proces të mundimshëm dhe me punë intensive. Nëse një lule nuk polenizohet gjatë kësaj dritare të shkurtër një ditore, ajo do të vyshket dhe do të bjerë nga ardhia, duke mos prodhuar asnjë bishtaj vanilje. Ky proces delikat, i bërë me dorë, është ajo që e bën prodhimin e vaniljes kaq të kushtueshme dhe kohë shpenzuese. Pas polenizimit, bishtajës së gjatë, të hollë dhe të gjelbër i duan muaj për të rritur, por puna ende nuk ka përfunduar. Bishtajat e gjelbra pa aromë më pas duhet të kalojnë nëpër një proces kurimi disa mujor të djersitjes dhe tharjes, i cili transformon ato në erëzat e errëta aromatike dhe me shije intensive që vlerësohen nga shefat e kuzhinës dhe dashamirët e ushqimit të mbar botën. Është një punë e vërtet dashurie, një formë arti bujqësor. Dhe është ky proces që e bën një ngarkesë të madhe me cilësi të lartë të bishtajave të vaniljes të vlejë një pasuri të vogël. Kthyer në plazhin e largët, Migueli, duke kuptuar tani magnitudën e gjetjes së tij, filloi detyrën e vështirë të transportimit të thesarit të tij. Varka e tij e vogël mund të mbante vetëm një fraksion të përmbajtjes së kontenerit. Ai ngarkoi sa më shumë kuti të rënda që mundi në mënyrë të sigurt dhe bëri udhëtimin e tensionuar kthyes drejt fshatit të tij. Mendimet i vërshonin. Ai ishte njeri i ndershëm, ai e dinte se duhet ta raportonte gjendjen e tij te autoritetet. Kur arriti historia e zbulimit të tij, u përhapsi një zjarr i shpejtë nëpër komunitet. Ai kontaktoi gardën mbretërore lokale dhe autoritetet detare. Zyrtarët filluan një hetim. Ata përdorën numrin serial të kontinerit, i cili ishte ende pak i dukshëm në ndryshk, për të zhurmuar origjinën e tij përmes bazave të dhënave ndërkombëtare të transportit. Ata zbuluan se konteneri kishte qenë pjesë e një ngarkese që ishte humbur në det gjatë një tajfuni të fuqishëm disa vite më parë. Por më pas ata zbuluan detajin më thelbësor nga të gjithë. Për çfarëdo arsye, pronari origjinal i ngarkesës nuk ishte bërë kurrë një kërkesë sigurimi për kontenerin. Sipas ligjit ndërkombëtar të shpëtimit detar, kjo nënkuptonte se ngarkesa zyrtarisht konsideroi pronë e braktisur.
Pas një periudhe formale pritje pas një pronar origjinal që të paraqitej për ta kërkuar atë, një gjykatë lokale mori një vendim që do të ndryshonte jetën e Miguelit. Miguel Rodriguez, gjetësi, u shpall pronar ligjor dhe i ligjshëm i të gjithë kontinerit dhe përmbajtjes së tij të paçmuar. Ai punoi me një shpërndarës të njohur erzash, i cili dërgoi ekspert në ishull për të verifikuar dhe klasifikuar vaniljen. Ata konfirmuan se ishte një sasi me cilësi të lartë dhe meqense ishte vullosur profesionalisht me vakuum, shija dhe aroma e saj ishin ruajtur në mënyrë të përkryer. Vlerësimi përfundimtar i të gjithë ngarkesës ishte tronditës, por një njeri me mjete të përulura si Migueli. Ai kishte gjetur një thesar me vlerë të lartë. Gjëja e parë që bëri ishte sigurimi të ardhmes së familjes së tij, duke siguruar që fëmijët e tij do të kishin akses në arsim dhe një jetë të lirë nga lufta e përditshme që ai kishte njohur gjithmonë. Por historia e tij nuk përfundoi aty. Miguel ishte një njeri i komunitetit të tij. Ai përdori pjesën tjetër të pasurisë të sapo gjetur për të investuar përsëri në fshat. Ai bleu 2 varka të reja peshkimi, më të mëdha dhe më moderne, të pajisura me pajisje më të sigurta dhe më efektive. Më pas punësoi peshkatarët e tjerë nga fshati i tij për të punuar me të, duke u siguruar atyre punë të qëndrueshme dhe një pjesë të drejtave të fitimit. Zbulimi i tij vetëm e fatu bë themeli për një kooperat të re lulëzuese lokale peshkimi, që e nxorri të gjithë komunitetin e tij nga varfëria. Historia e Miguel Rodriguez dhe vaniljes së humbur është një dëshmi e fuqishme e fatit. Një stuhi e dhunshme që i mori një ngarkesë të vlefshme një korporate të pasur vite më vonë, ja dorëzoi atë si një dhuratë shpëtimi një peshkatari të varfër dhe të merituar. Është një histori ngrohëse që na kujton se deti, i cili aq shpesh merr, ndonjëherë mund të japë përsëri në mënyrat më të papritura dhe më aromatike.